shok. Hoxh. Wallahi, i kalon studimet, bashkë me mu konë të studiu. Kalon studimet. Veç për me ardhë, me këshyrë nonën edhe babën. Pas shatë madhin Allah, ju ka shty martesa. Veç i angazhum se të dy prind, me smundje të ranë, shumë smundje të ranë. Vet i ka la, vet i ka vesh, vet i ka ushqy, vet i ka pregaditën ushqimin, vet i ka shtru venin, vet ju ka qitë kafe, vet i ka marrë në natyrë me qitë, vet i ka qute mjeku, vet ka bujt me natë, me net e ditë të tëra, në spital me nonën edhe babën. Wallahi ja ka mohu vetës karrierën, kam qef ata me pa për mije, e shumë ma i sukses shumë se une, po pasha Zotin ajo të më dëgjuën, unë i bajnë selam, mos i hup shpresat, se wallahi keme qeni shpërblym, ma shumë se shumë kolegë të tu që jemi, ma shumë se shumë kolegë të tu që jemi, se të du këty që neve jemi avancu dikon, po pasha Zotin ti je ma i avancu se ne, se ty ta ka dhonë Zoti, edhe komë ta dhonë Zoti, mas në këtë dynjo, në botën tjetër kime pa, të ki madhi Allah Gjallëshanuhu e Gjallë Gjallaluhu. Për Zotin e lumë, nëse je i këtil, shiqoje. Nëse je bashkëshart, merra shembullin e Jubin a.s. Edhe pse me vite të tëra i sëmur, gruja nuk për të i tina. Gruja është e riket pasunin. Gruja erë deri në një moment shumë kritik, ku nuk ishte se qka me ushqy vetën dhe burrin e vetë, e Jubin, i shiti bystek flokët e saj, për me i ble ushqim e Jubit, dhe për me i ble i lache e Jubit, alayhi salatu wassalam, e nuk e ushkurorizu, si kur që njefni edhe jo, me të sëmur burri, me njëherë gruja hjekdor. Me të sëmur bashkëshortja, me njëherë e shkurorizon. Jeta është e gjatë, o gjofeni, une nuk rime rujt këtë congë. Po menon që kime qene sukseshme, i sukseshme? Shazotën e lëmë, jo, absolutisht.